Në 3 mujorin e 3 të 2015 ka ndodhur shumë aksidente në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Instat në raportin e fundit të statistikave bën me dije se gjatë këtij 3 mujori janë shënuar rreth 586 aksidente dhe krahasuar me të njëjtin 3 mujor të një viti më parë, paraqet rritje 15.8%. Nga dhënat konstatohet gjithashtu se rritje të ndjeshme ka pasur edhe numri i personave të plagosur, që janë rreth 733 persona, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Ky numër është rritur 19.4%, aksidentuar me 17.2%. Në ndryshim nga njëjta periudhë një viti më parë, femrat janë ato që kanë pësuar më shumë aksidente, duke u rritur me 34.3%. Në shumë raste, shkaki i aksidenteve janë shpejtësia tej normave, mungesa e sinjalistikës, por edhe infrastruktura e dobët rrugore. Vëmendja e veçantë është kushtuar sigurisë edhe për vitin 2016. Fondi i dhënë nga Ministria e Transporteve prej 12 miliard lekësh është programuar që të shpenzohet kryesisht për infrastrukturën. Synohet ulja e ndjeshme e aksidenteve rrugore, duke ndryrë sidomos në sinjalistik, në mirëmbajtjen e njollave të zeza, si dhe përfundimin e punimeve në disa akse dhe segmentet rrugore kryesore.